kam qenë një fëmijë shumë i mirë, domethënë një djalë i cili kanë dashur krejt. Unë si një djalë 5 vjeçar kam nisë me këndu, i kam rënë rambukës edhe shpesh jam humbur, do të kam kërkuar një cep për mos më gjetë, po ka qenë rambuka më e madhe se une. Nuk kemi pas as shporet në shtëpi, as lavatriçe, mami im lajke endë dhe rrobat jashtë me as ujë të zetë. Edhe mbaj mend kur më ka marrë dhe mu më kalon me një vnesht, vetëm me një copë bukë të vogël, edhe gjithë ditën kam punu deri mbrëmje, do thot për me, edhe do e këtë lutem puno sa më shumë, sepse nuk di a do të kemi bukë për nesër mas nesër. Unë si 11 vjeçar, duket ashtu 10 vjeçar kam punu. Kur ka ardhë, kur më ka pa që kam krysh gjysa një vnesht cili ka qenë bi 30 e diçka për 35 ari, u befasu, thash, a kom punu mirë, bravo, dhe u gëzu, dhe thash, babi po më kilon me një copë bukë, tha, pa, kështu është mirë më mësu. Babimi u bërë shumë i suksesshëm, ka pas bi 30-40 punëtore ma shumë, po me 17 ishim një familje shumë i lumtur, ishim, unë, Valoni, edhe Vlora, motra ime, cila më kërë shumë.